Shqiptarët pas të emigronin nga Shqipëria në Itali, cilës fej përkisin? Jam e thonë, ju e dini se na ka mendojmë gjithmonë në shekullin 15, jo si është sot. Se nëse vemi pas vdekjes së Skanderbekut... Pra kanë fjallën shqiptarët që kanë ikur nga Shqipëria dhe kanë shkuar në Itali. Kanë marrë fenë katolike dhe kanë lënë këtë ortodokse, apo kanë qenë katolikë dhe kanë shkuar dhe vazhdojnë atje katolikë? Përgjigja është pak e gjatë përgjigja. Vjen me thënë se në origjinë ishëm gjithë nga jugu i Shqipërisë. Thaj se ishë nën jurisdikcionin e Konstantinopoljes. Si sot, ortodokset janë në jug të Shqipërisë. Në veri ishë Venetia me rritin latin, që kishë rritin latin, kapipamje rituale. Pra feja katolike? Feja është një. është ajo e Nikes, 325 kredi. Psa në erdi kjo përqarje në 1057 midis qishes shizma, thuhet, midis qishes katolike romane, midis qishes bizantine greke, Konstantinopolit, erdi kjo përqarje në 1057. Po, besimi, feja e Nikes është një. Po, ndalja midis dy qisheve nuk është një ndarje për fen. Me thikë, po e qartë. Nga një tre pikpamje politike, është më e komplikuar. Një skandal se këto dy qisha, thot Papa Romës, janë të ndara, kurse dogmet që prënojen janë të njohshëm, që është feja e Nikes të simbolit. U besojnë në një prëndi atër pushtesim, që u bë bashk të konzili i Nikes në vitin 325. Dica ka krakatun dhe qertën në Itali, pranuan dal që shekullin 15, shekullin 17-18, pranuan rritin latin thomi kështu, e kishës italiane. Dica bën mbrojtje e kanë mbajtur rritin e të parëvet. Për këtë sot kemi disa arbresh që janë me rritin bizantin, ashtu si na kanë trashëguar atrat e tanë, gjishtrat e tanë, që në fillim të tjeret arbresh, janë arbresh, po kanë shkuar të rriti latin, e është kjo përqarje, për shumë qeshtje, deri në shekullin 17, pse në shekullin 18 u mbarua kjo lëviz. A kemi neve një statistik se sa shqiptar kanë shkuar në Itali në fillimet e atyre viteve dhe aktualisht sot, cila është popullsia e arbreshve? Po, ata që kanë shkuar në fillim u kanë shpërndar kudo, e psa në shumë kanë qenë asimiluar gjatë shekujve të shekujve, pse na u kemi shpëtuar ka asimilimi, na në Kalavri, me ndihmën e Papës së Romës. Ne kemi pasur një pap, Clemente XI, i cili në 1732 themeloi një kolegj, për ne kolegju Corsini. Ki kolegji Corsini, që e psa në bë kolegji Sant Adriano në Shënmitër Korone, ki kolegj isi drita kulturore në Kalavri, ku studiojnë vetë ata, jo vetëm ata që bëkshin priftra, po studiojnë edhe tjeret ata të vendit, se nuk ishën shkollë në Kalavri, vetë me shkollë ishki kolegj. Po, numëri sot i arbreshvet, thëmi kështu, është ata që janë të Digjokeza e Ungres, jemi në, sa mund thomi, në 20.000. Ata që janë të Digjokeza e Piana degli Albanesi, të Hora, dhe Krakhinën e Palermos, në Sicili, janë jetër 30.000. Shumë mund thomi se jemi 70.000, 80.000 me rritin bizantin. Po të tjeret janë me rritin latin, e tjeret janë në qytetet. Për këtë, thomi kështu, se në mund saktohet, as njeri bëri këtë statistik,
se ku nuk intereson as njeriu, edhe se shumë kanë shkuar në Roma, Firenze, Napoli. Janë disa shekuj që kanë kaluar dhe Albreshët kanë bërë çmos të ruajnë në vlerat e tyre dhe deri sot kanë ardhur, kanë përcjell traditën alberore, traditën shqiptare, traditën e tokave tona të parëve. Një nga ta jeni dhe juve, por cilët janë disa nga figurat që kanë dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme të albereshëve? Më të spikaturit. Më të spikaturit janë ata që kanë mbajtur gjithmonë idenë kombëtare. Ideja kombëtare që për ne Arbresh lindi nga lidhja e Lezhës, ka kuvendi Lezhës, 1424. Kjo ideja i lëvizjes të kombit shqiptar filloi në ato moment kur Skënderbeu bashkoi gjithë shqiptarët për kombin. Po tek na që i pranuaj pse u krijua si miti i Skënderbekut. Ky miti i Skënderbekut u krijua e u mishrua me rritin bizantin e atrave tanë, që e kanë sjell nga toka nën, ka të dheu in, nga Gadishulish Balkanit, ka Shqipëria e jugut e sotme, të më kështu. E rriti, gjuha, zakonet, valet, rapsodit, gjithë të gjëra i kemi mbajtur ngusht në shpirt e që bën, kalon shekulli 15, vjen shekulli 16, kur ne shkojmë nën jurisdikcionin e Qishës Latine, me Konzilo i Trendos, 1559, po duke kaluar shekujvet, dhemi tek një moment kur duke se na ishëm të zhdukur, të humbur, po u kryua ki kolegji i Korsini, ka Papa Klementi XII, 1730 Njerëzit më të shquara fillojen që të ka i moment. Një ndër këta është Pomilio Rodota. I Rodota ishën 3 vëllezër, e një ndër këta ishë bibliotekar të Biblioteka Vatikane. Edhe ka shkruar të libra, Historia e Arbreshëve, Historia rritit bizantin, Rodota. Që është edhe themeluesi i këtij kolegji. Njeri i madh, ki Domenico Belushi. Domenico Belushi ka frasnita, ki një peshkop shumë i madh, Arbresh, që drejtoi kolegjin e Shën Adrianit në Shërmitër Korone, që në 1806 deri 1833. Në të kohë të ki kolegje, që kanë studiuar njerëzit më të mëdhenj, që të shti do t'ju i lajmërojnë, njeri pas tjetri, që ndodhi se gjithë i dhet të revolucionit francez, që është liri, barazi e vllazërim, liberté, egalité, fraternité, u mishiruan, ajo me 1795, e thëmë kështu, iluministet, u mishiruan të mësimet e këti kolegji, Shën Adriano, Shërmitër Korone. Atje erti njerëzit më të mëdhenjë që jo vetëm kanë mishiruar në shpirt idenë për krijimin e alfabetit shqip, por edhe kanë krijuar idenë të njëj kombësi shqiptare. E kanë vazhduar gjithë në shekullin 19. Deri në 1912, kur u bë shpalja e pavarësisë shqiptare, që sot kujtomi në 100 vjetore. Kush janë këta njerëzit, si pas pjesës tuaja që bën këtu? Para më parë kemi këtu Jeronim Derada. Jeronim Derada, ai që i pare që në 1827
28. Bëri një gazet. Botoi një gazet, l'Albanese d'Italia. Shqiptari Italisë. Jeronim Derada, gjithë veprat e tij, ky është poeti më i madh ndër Arbreshin, po është edhe poeti më i madh tek letërsia shqiptare. Se nuk ishte letërsi shqiptare në Shqipëri, po letërsia filloi ka rilindja Arbreshe, nga këta njerëz që dualtin ka kolegji i Shënd Adrianit. Të kolegji Shënd Adrianit. Për këto këtu kemi edhe njëtër, quindi Jeronim Derada, është më ju. Jetër kemi kë Vincenz Dorsa. Vincenz Dorsa është një prift Arbresh, ka katundi im Frasnita, i cili bëri një vepër shumë të lavdishme, thuhet kështu, është njohur kjo vepër, mbi shqiptaret, mendime dhe zbulime. Po ku ja kushtoj këtë libër ki? 1847, vitesh ka shumë rëndësi. Javu kombit tim i ndarë dhe i coptuar, por një alla mia nazione divisa e separata, ma una, ma njënë, kombit tim. Ki lindi edhe ki ka ki kolegj. Psa na vemi dal nga dal, vjen njëtër Bernardo Bilota, vjen më të tjeret, turëvat për para, kur u bë gjithë njerëzit më të mëdhenjë, që duhet të këki kolegji i Shënd Adrianit, punuan me Garibaldi për të bëjen shtetin italian. Kur u bë shteti italian, 1960, gjithë ta njerëz të famshëm, shtuan këki kolegj, gjithë fuqit të tire i bashkuan për të bëjen çlirimin e Shqipërisë nga sundimi otoman. Tu vjen njëtër, shumë njerëz Arbresh që kanë punuar me këtë qëllim. E jemi në fund të shekullit 19. Ashtu kemi Anselmo Lorecchio. Anselmo Lorecchio, njëtër Arbresh, që themelon një gazet. I thot, la nazione albanese, kombi shqiptar. Pse në kemi në fund të këtij shekulli, në 19, kemi këtë këtu një fytyrë e madhe, jeni pjesë me këto figurat të mëdha, të shmuara. E kemi këto Terenzio Toci, që sot të kjo ditë e shenjte, ku kremtohet kjo qindvetori i pavarësisë shqiptare, që jemi bashkë shpirtërisht me gjithë zemrën tonë, bashkë me qeverinë shqiptare që në Tiranë, ku sot janë festojnë në Vlorë, e kudo, e na këtu në Detroit, thëmi kështu, thomi se këta njerëz, si Terenzio Toci, erdi në New York, është një Arbreshki, ki erdi një Arbresh. Në cilin vit? Erdi në 1905, 1906, 1907, 1907, erdi këtu në New York, në Boston, e ki shkruajtja edhe gazeta, bërje edhe kuvende, me që qëllim? Qëllimi ish të kish mbidh fuqit, para, njerëz, për të paguajën ushtaret, Arbresh 13.000, për të vejen të shpetojen Shqipërinë ka sundimi otomanëve. A i vate në Gjimës, në Mirdit, që i pranuar ka gjithë bajraktaret, një 25, 27 të prilit, 1911, një vit më përpara, a i shpali pavarësinë shqiptare, ki Arbresh, Terenzio Toci, që pana për pastaj ka Hoxha, që i vrar në Tiranë në 1924. Ta figurat të shquara, lavdi atireve, vjen me thënë se Arbreshet kemi për lëvizjen, për zgjimin kombëtar, lëvizja leterare vjen ka anë rrjedh, ka pikpamja leterare, Jeronim Derada dhe të tjeret me revista, me shkrime, na thomi për Arbreshet, po edhe Arbreshet ishën bashkë me lidhje me ata shqiptaret që ishën në Bukarest.
edhe atje ishën gazetat të tjera shqiptare, e me cilën derada që kishte edhe lidhje me Dora Distria. Kjo një tjetër kapitull i panjohur, asnjëri rrfien, po është shumë e lavdishme për diasporën. E për këtë thomi se kjo lëvizje letterare pranë te kolegji i Korsini mu ardhi rrugë. Një ka pikpamja letterare për krijimin e alfabetit shqip. Jeronim Derada krijoi 7 alfabete. Kitë problemi ishte në shekullin e 19 të kishim një alfabet. Pse? Njësimi i alfabetit psana kërkonte njësimin e kombit, njësimin e shtetit. Kupton se si që qenë me kuvende në Korilano, me kuvende i pari vendi ishtë njësimi gjuhës, alfabeti, jetëri ishtë psana ishtë shilirimi i Shqipërisë nga sundimi otoman. Këto janë shumë figurat e shtuara. Shumë faleminderit për argumentat sot se si kanë rezistuar dhe kanë ecur, kanë dhënë kontribute arbereshët aty në vendin e tyre ku jetojnë, por e mira ka ardhur edhe në Shqipëri, sikurse edhe ju e thatë.